أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العظيم. Hamdi dhe të gjitha falenderimet I takojnë Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë, salavatet dhe selamet e përzemërta qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tij deri ditën e fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, Allah Ta'ala thot në një ajet kuranor: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Dhe çdo fjalë që hedh I biri Ademit, pranë tij janë dy melekët, Raqib dhe Atid, të cilët I shkruajnë pra fjalët dhe veprat e njeriut. Allah xhelle shanuhu na ka dhuru shumë të mira, po ashtu na ka dhuru, apo prej të mirat e tij janë gjymtyrët që na I ka dhënë, me të cilët gjymtyrën e adhurojmë Allah subhanahu wa ta'ala, punojmë për të mirët e kësaj dhunjoje dhe të mirët e ahiretit, dhe këta organe, këta gjymtyra që na I ka dhënë Allah xhelle shanuhu, na I ka dhënë që të përdormi për bindje ndaj Allah Ta'ala, që na bën dobi neve për dunjon tonë dhe ahiretin tonë. Dhe të ruajna këto gjymtyra nga gjunohet, pra të ruajmë shikimin tonë, dëgjimin tonë, gjuhën tonë, dorën, zemrën e kështu me radhë. Pra të ruajna nga ata punë që na ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala. Kush I ruan këto gjymtyr nga ajo që na ka ndaluar Allah subhanahu wa ta'ala dhe I përdor gjymtyrët e tij në atë që na ka urdhëruar Allah Ta'ala, ky njeri do të llogaritet apo arrin gradën e al-muttaqin, të devotshmëve. Se taqwa, çka do të thonë fjala taqwa, devotshmëri, është eda'ul wajibat wa ijtinabul muharramat. Të krish urdhrat e Allahut dhe të largosh nga ndalesat që na ka ndaluar Allahu. Kjo është devotshmëria. Pra të krish urdhrat, për shembull namazin, agjërimin, të urdhërosh për të mirë, të ndalesh nga e keqja, nëse ke pasuri me kri haxhin, nëse ke pasuri me dhon zakatin e kështu me radhë, dhe wajtinabul maasi, të largosh nga gjunohet, pra nga çdo vepër që na ka ndaluar Allahu, qoftë me fjalë, qoftë me shikim, qoftë me ndëgjim, qoftë me dorë, apo qoftë me fjalë, me çka do qoftë, çdo vepër që e ka ndaluar Allah, të largosh nga ajo, nëse je prej këtyre, atëherë ke arrit shkallën e të devotshmëve, pra e bën I devotshëm, pra taqwa. Gjuha është një prej organeve që më së shumti njeriu bën gjunohe. Njeriu bën gjunohe me dorë, mund me bën me shikim, duke shikuar për harame që na ka ndaluar Allahu, mund me bën gjuna me veshët e tij, duke ndëgjuar ndonjë haram, duke ndëgjuar bisedën e dive që e kam shef. Janë dy persona të fol diçka, ti shkon në zgat veshin atë me ngush ka po thonë, apo me ndëgjuar shenjë të ndaluara, apo me kamë bën ndonjë gjuna. Mas shumti që bën gjuno I biri Ademit janë është gjuha. Pejgamberi alayhis salam ka thonë: "Aktharul khataaya ibn Adam lisani." Shumica e gjunoheve, e gabimeve të birit Ademit janë prej gjuhës. Pra shumicën e gjunoheve që I bën njeriu është prej gjuhës. E për këtë pejgamberi alayhis salam na ka porositur në disa hadithe që të heshtim kur nuk ka nevojë me fol. Kur thot pejgamberi alayhis salam: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Kush beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le të folë mirë ose le të heshte. Pra ose fol mirë, ose nëse nuk ka dobi fjala as për ti, as për tjerë, nuk ka dobi as për dunjon tonë, as për ahiretin tonë, atëherë hesht. Më mirë është me hesht. Sepse njeriu nga heshtja nuk pendohet asnjëherë. Nëse hesht, kur nuk I bë pishman, sepse s'ki gabu kur gjon. E kur fol, shpesh ndodh I bën pishman. As sikur mos ai kisha thonë këtë fjalë, as sikur kisha thonë ndryshe. E për këtë, njeriu I mençur shumicën e kohës e kalon në heshtje, duke meditu, duke përmend Allahun, duke lexuar Kur'an. Por nëse flet ku ka dobi për të, për dunjon e tij dhe për ahiretin e tij dhe ku ka dobi për tjerë.
E për këtë pejgamberi alayhis salam na ka porositur në shumë hadithe që të heshmi nëse nuk ka nevojë apo nuk e kërkon nevoja me fol. Prej të mirave është për shembull dhikrullah, përmendja e Allahut, sikur me thon la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu ekber, leximi i Kuranit, të janë prej mirësive apo prej punëve të mira. Të thosh subhanallah, nuk lodhesh, nuk të kushton asgjë. Alhamdulillah, Allahu ekber. Edhe pse rrin me njerëzit, kur dikush janë të fol, mundohet në heshën tonë me thon la ilaha illallah, la ilaha illallah. Çun se vape. Jo me pas atë dëshirën e flakt me fol, me thon këtë po folin, vetëm mos po folin. Se nuk e kërkon nevojë pse me fol. Apo do me ngarku librën tënde me fjalë të kota, ndoshta me harame. Po ashtu për shembull, ta thuash një fjalë e cila fjalë e gëzon vllahun tan musliman, edhe kjo është prej punëve të mira. Më thon dikujt një fjalë të mirë. Edhe kjo është prej punëve të mira. Ndërsa prej gjunoheve të gjuhës për shembull është el-ghibe, përgojimi. E sa është i përhapur përgojimi. Njerëzit e kalojnë natën, e kalojnë ditën, e kalojnë kohën me çka me përgojim. Ku që thu pse thot po çka me bë me kalu natën, me bë pak atmosferë, nuk bën atmosferë të i përmend të tjerë. Pejgamberi alayhis salam na ka ndaluar nga gibeti, përgojimi. Allahu xhaleshan në Kur'an përgojimin e përshkruan kështu. Thot a dëshiron dikush të hajë miqin e vllaut të tij të vdekur? Ta han miqin e vllaut të tij të vdekur? Thot që gjë e urrejnë apo? Kjo është përgojimi. Të folësh për vllaun tan, për motrën tonë muslimane mas shpinës së ti, se përgojimi çka është? Të folësh diçka në mos prezencën e dikujna, duke ditë se ai këtë urrej. E kjo është përgojim. Dikush i thot, a unë edhe nërsinja thon, po kjo që ja thon nërsi nuk ta lejon këtë me fol mas shpinës të tina. Dikush ja thot edhe nërsinja thon, po vetë ja thon nërsi, po kjo nuk ta lejon që ti të folësh mas shpinës së ti. Pra nuk është një arsye apo një leje që ti mund me fol tash, mos i përmush me ja thon nërsi, ti mund edhe mas shpinë me fol, jo. A ja thot nërsi, a nuk ja thot nërsi, është ndalume ta përgojosh për mas shpine, pra në mos prezencën e ti për diçka që ai e urren. Dhe ti e din se këtë e urren. E kjo është përgojim. Është për gjunoheve të gjuhës. Apo bartja fjalëve. Për të filoni, për me shti festat, përçarje mes njerëzve, mes familjes, mes burrit dhe gruas, mes prindit dhe fëmijëve, mes dy shokëve, mes dy vëllezërve musliman. Mi bajt fjalë, i ban fjalë, nështë apiteki me dy fjalë, ku të mërisht ai i ban 5 fjalë, të i shton disa. E pejgamberi alayhis salam ka thonë për këto barsën e fjalëve, këto nuk hinë xhenat, do të thonë nuk hinë xhenat me grupet e para, kanë me dhon llogaritë madhe, kanë përgjegjësi të madhe ditën e gjykimit, meritojnë dënimin e Allahut. Edhe prej sebeve më të mëdha që njeriu dënohet në varr, pejgamberi alayhis salam ka thonë janë dy. Prej sebeve shkaqe më të mëdha që dënohet njeriu në varr, muslimani është ai cili ka bajt fjalë dhe ai cili nuk ka rujt nga urina, nga stërpikja e urinës, kur ka qenë nevojën e vogël. Të janë disë sebeve, disë shkaqe më të mëdha që mund të dënohet njeriu në varr. E nëse me bajt fjalë të mira, mi pajtu, mi bashku ditë të ndarë, mi pajtu ditë të hidhëruar që kanë probleme me zveti, kjo është më mirë. Allahu xhaleshan thotë ti pajtoni njerëz është më mirë se sa çka me bajt fjalë e mi përçan. Apo rrena, prej gjunohet e gjuhës, rrena, saqë ja unë kalum duke të përmendëm saqë ja kanë caktuar një ditë rrenës, një prillin, ditë e rrenave. Këtë se ka caktuar Allahu. Se ka dhënë këtë ditë Allah me thonë ditë e rrenave, as pejgamberi alayhis salam njerëzit. Ata që duin me rrejt, ata që janë mësuar me rrejt, ja kanë dhënë një ditë. Nuk do me thonë se me një prill lejohet rrena. A di mos sa ke shkupton dikush me thonë ditë e rrena sot, pra të shfryzoj rastin edhe po rrej sa të moj. Nuk lejohet. Pejgamberi alayhis salam ka thonë la yaslihu al-kadhibu fi jiddi wala fi hazl, rrena nuk lejohet as në hajgare as kur je serioz. Edhe hajgare kur je të bën me shok nuk lejohet, por edhe kur je serioz nuk lejohet rrena. Pastaj fjala më e keqe prej këtij gjunoheve, qoftë ai përgojimi, bartja fjalë, rrena, gjitha fjalët e këqija, më e madhja për gjitha këtyre është ata fjalë të cilët e largojnë njeriu nga Islami. Për shembull ta kundërshësh Allahun,
Nëse të ka sprovu Allah me diçka, me vdekjen e të fëmijës, apo me vdekjen e një të dashurit, apo të ka sprovu në pasuri, në familje, në shëndet, edhe ta kundërshtojsh me gjuhën tonë dhe Allahun, kjo të nxjerr për Islamin dhe është për gjunoje më të mëdha. Të nxjerr për Islamin, ta kundërshtojsh Allahun e thon, pse o Zot? Pse mu? As pati që tërkan, çka kam bënë o Zot? Edhe nëse je i mërzitur, edhe nëse je nervoz, edhe nëse je i lumtur, nuk kundërshtohet Allahun. Aja është krijuesi jot, aja është furnizuesi jot. Ai ta ka dhënë shpirtin, ai ta ka dhënë jetën, ai ta ka dhënë fëmijën, ai ta ka dhënë të dashurin, ai ta ka dhënë pasurinë, edhe ai ta merr. Ti je krijes, nuk guxon ta kundërshtosh krijuesin ta. Se prapë të më bënë kërgjënë, pse e kundërshton? Se si të kundërshtu me një njeri, jetë e kundërshtu krijues në gjithësijës, furnizues në gjithësijës, Allahun Rabbul Alamin, Zoti i botërave. Edhe me kundërshtu Allahun për çka? Për një hidhërim, për një nervoz, për një mërzi, për një diçka, nuk kundërshtohet Allah subhanahu wa ta'ala. Nuk tallet me fejnë e Allahut, nuk tallet me ligjet e Allahut, nuk tallet me namazin, nuk tallet njeriu me haxhin, me Ka'bën, nuk tallet me Kur'anin, nuk tallet me pejgamberët. Po hajgare po bojna. Allah xhaleshan thot Kur'an, "Wala in sa'altahum la yaqulunna inma kunna nakhudu wa nal'ab." Thot nëse pyet ata pse kanë bërë kufër, pse janë dalë prej Islamit, thot la yaqulunna, do thoin inma kunna nakhudu wa nal'ab. Ishmi të bën hajgare dhe të tall. Qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, thuaj me Allahun, me pejgamberin e tij, me faktet, argumentet e Allahut, po talleni. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Mos u arsjetoni, sepse ju keni bën kufër pasi që ishi besimtar. Pra mos e merrni si arsye tallin edhe hajgarin, thonë vallahi ishmi total të bëj hajgare. Mos u arsjetoni, se s'pranohet kjo arsye. Nuk ka arsye të më ofendu Allahun, nuk ka arsye të më tall me Islamin. Edhe pse si e praktikon, bile mos u tall. Se nëse nuk je praktikant i namazit, je gjunaqar i madh. Nëse tallesh me namazin, ke dalë prej Islamit. E për këtë duhet me rujt gjuhën, kur jemi shumë të gëzueshëm, prapë me kontrollu vetën, mos ta çojna gjuhën në të folë çka don. Kur jemi shumë të mërzitshëm, na ka rënë një sprove madhe, prapë duhet me kontrollu gjuhën. Me ta mur Allahu më të dashin që e kije, prapë duhesh me kontrollu gjuhën. Se Allah ta ka dhënë, Allah e merr. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Krijesat e Allahut jemi, tek Allah që na më kthim me dhon llogari. S'mon e mund t'i kur gjon, je krijes, nëse do të kime vdek. Nëse do të të merr Allahu. E për këtë duhet me pas kujdes që gjuhën ta ruajna, mos të bëjmë hajgare me gjëra që nuk bëhet hajgare, por gjuha jonë le të jetë e lidhur me dhikrin, me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala, duke u lut për njëri tjetrin, duke këshilluar njëri tjetrin, duke i porosit njëri tjetrin me porosit pejgamberit alayhis salam, edhe me fol fjalë të mira. Jeta po kalon, ditët po kalojnë. Vdekjen e kemi përpara. Çdo ditë po vdesin njerëz, lloj-lloj moshe, i ri, i plak, i pastër, i varfër. Edhe ne mund po s'kam kur gjon jam elhamdulillah shëndosh e rahat. Po të gjithë diç njëri shnosh e rahat, hedhaj. Po vdeq. Fëmija 13 vjet, fëmija 17 vjet, fëmija 2 vjet, shëndosh e rahat, asë një pikë smundje nuk e pat, po vdeq. Pra ne mos të mashtrojnë me shëndet, do jam shëndosh e rahat, jam i ri, ka vak dhe i 70 vjet, kush të garantoj ti një 70 vjet? E për këtë, njeriu duhet të jetë i gatshëm, të rrije i gatshëm, të pritë vdekjen me çka, duke qenë si musliman dhe të vdesë si musliman. Dhe ajo më së miri që e mbron njeriu është ai ta mbrojë gjuhën e tij, ta ruaj gjuhën e tij. Mos të folë fjalë të kota, qofshin ato haram, po qofshin fjalë të cilat e nxjerrin prej Islamit. Ruaj gjuhën, përmend Allahun, ban dhikr, çoj salavat pejgamberit alayhis salam, lexo Kur'an, këshilloj musliman nëse ki muslimi këshillu dhe ruaj gjuhën tënde, sepse ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Çdo fjalë që e hedh njeriu pran ti, janë raqibi dhe atidi, nënën e gjatë dhe nënën e maj. Raqibi nënën e gjatë, atidi nënën e maj. I shkruajnë fjalët e tua. A folë shqip, anglisht, a kinezisht, a çfarë do gjuhë, ato i shkruajnë. A folë shpejt, a kadale, ato i shkruajnë. A folë hajgara serioz, ato i shkruajnë. Nuk e lojnë asnjë fjalë tonën për regjistru.
Sa që ki muhabin ditën e gjykimit me thonë çka ke libër që nuk kalon asnjë gjë pa regjistru. E për këtë, para se me fol, me ndohemi, kjo fjalë, a më ban dobi mu, a i ban dobi qetrit, a më ban dobi për dunjon të ime, për ahiretin tem, po, thuje. Nuk të ban dobi, jo, ndale mos e thuj, sepse për dërisa i ki fjallën mrejnda, te së të ndonë, te kontrollon, nëse del prej gojës tone, pastaj ajo fjallë ka me qenë ose për ti, ose kundra teje. Ose meriton dënim për qatë fjallë, ose meriton shpërblem. E nuk është vetëm me fol. Nuk është goja vetëm për me fol, çka të vinë gojti me fol. Se dikush i këshnar se thot, po habe hoxha Zoti pse na ka dhënë gojën? Gojën e kemi me fol. Po be goja është edhe me hangër apo? A është goja edhe me hangër? A ma hajna shka do koft? Jo. A zgjedh me ushqimin? E zgjedhmi. A hajnë pa pastërtia? Se dikush i hadhe pa pastërti, tash a me thonë goja është për me hangër edhe në ato? Jo. E zgjedh. E po si që zgjedh ushqimin, zgjedh e fjallët e tua. E goja normal, është me fol, me komunikuna me zvejti, me përmenda Allah, me lezu Kur'anin, por jo me fol shka do qonë. Ashtu si që është goja për me hangër dhe i zgjedh ushqimin, edhe largohesh nga ushqimet e damshme, ushqimet e papastërta, senjtë e papastërta, edhe fjallët zgjedhi nëse do me shpëtu. Thot Ibn Mas'udi radiallahu anhu, thot një ditë e kapi gjuhën e tij dhe tha ja lisanu qul khairan taghnam, o gjuhë fol mirë do të fitosh. Waskut an sharri taslam, dhe ndalu nga e keqja do të shpëtosh. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thot e kam dëgjuar të dërguarin e Allah duke thonë aktharu khataaya ibn Adam min lisani, shumica e gjunoheve që i bani bili Ademit janë për gjuhës. Pa Ibn Mas'udi e kapi gjuhën e tij edhe i foli tha oj gjuhë, fol mirë do të fitosh, ndalu nga e keqja do të shpëtosh. Min qabli an tandam, para se ti bish pishman një ditë. Sepse kam dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thonë shumica e gjunoheve që i bani bili Ademit janë për gjuhës. Ne keni pa, me një fjalë janë da burrë i gruaja, me një fjalë janë da dy shok, dy vëllezër, me një fjalë janë prish dy familje, me një fjalë a shkatru një familje, po me një fjalë ndoshta shtet edhe shtet kanë fillu luftën. E fjala, gjuha është e vogël, po veprat i ka punë i ka të mëdha. Lutim Allah subhanahu wa taala që të na ruaj gjuhën tonë, të na bën gjuha të cilët e përmendin Allahun rregullisht, të cilët gjuha urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga e keqja. Lutim Allah taala të i falë gabimet tona, të na mëshiron mbi tokë, ndër tokë dhe ditën e gjykimit, dhe në fund lutim Allahun kur të dalin prej kësaj bote, të dalin duke thënë fjalën e shpëtimit, fjalën la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.